Ja dal mban. Tani po që e kuptoj sepse të gjithë thonë që kjo është një punë shumë e vështirë. Është prej vagonave si puna juaj, që vetëm ankoheni për çdo gjë. Edhe pak. Kjo është vërtet një punë për një lokomotiv shumë më të madhe. Unë të kap aty. Të kapi. A nuk ta thash unë zoti lokomotiva blu? E dija që do të duaj ndim. E dinte se do duaj ndim. Mua nuk më duhet ndim. Unë po ja dilja shumë mirë vetë. Nuk i duhet ndim. Nuk i duhet ndim. Unë e kuptova. Nuk ma mori mendja që po ecje mbrapsht vetëm për qejf. E di që edhe unë e bëj këtë ndonjëherë. Por ti duhet që të bësh kujdes, nëse pas teje gjende ndonjë gjë që nuk mund ta shohësh dot. Nuk mendon kështu dhe ti? Duhet të thërraj zoti lokomotiva blu apo e ke një emër? Emri im është Nia. E po, unë quhem Thomas. Dhe unë mund t'i tërheq këta vagon vetëm fare. Miru pafshim, Nia! Nëse ti do të ecësh më shpejt, duhet të më lësh të ndihmoj ty. Tek e fundit, është një rrugë e gjatë për në Dar es Salaam. 5.000 milje deri atje. 5.000 milje. Mos thej që 5.000 milje? Hej! Vagonët mund të të ndihmojnë ta dish. Oh, sigurisht që ato munden. Vagonët vdesin të jenë të dobishëm. Siç po bën ti tani. Ej, vagon! A di ndonjëri nga ju ndonjë këngë për të kaluar kohën? Ky ka për të qenë një udhëtim shumë i gjatë pa patur një muzikë. Dhe Thomas i lokomotiva e madhe blu po mërzitet që tani. Ai ka nevojë për pak entuziazëm. Wake up! It's such a lovely day. You got a job to do. Maybe you don't wanna do it, but hey. If you wanna be happy, tell me what's stopping you. When you're grumpy, you're in your own way. There's also much to discuss.